Labinoti u rrit me një fjali që i ndiqte pasi hije, Serbita ka vra babën. Nuk ishte fjali e thënë me urrejtje nga nëna e tij, por me dhimbje, me atë zë që dridhet kur njeriu përpiqet të mos qaj para fëmijës. Ai ishte vetëm 4 vjeç kur ndodhi lufta, tepër i vogël për të mbajtur mend fytyra, por mjaftueshëm i madh për të mbajtur mend frikën. Zhurmën e çizmeve, mbritmat e lagjes, erën e tymit që hynte nga dritarja e vogël e shtëpisë së tyre në periferi. Në shkollë fëmijët flisnin pa e kuptuar peshën e fjalëve. Serbi, Serbi. E thoshin si loj, si sharje pa adres. Por për Labinotin ajo fjalë kishte emra, babën, axhën, 2 kushërinë. 4 burra të shtëpisë që nuk u kthyen më. Ai nuk dinte as ku e kishin varrin. Nëna i tregonte se trupat ishin humbur, se dikush i kishte parë për herë të fundit pranë një lumi, por asgjë nuk u vërtetua kurrë. Për një fëmijë, mungesa e varrit është si një plagë që nuk mbyllet, nuk ke as gur ku të qash, as vend ku t'i flasësh heshtjes. Vitet kaluan dhe Labinoti mësoi të qeshte si të tjerët. Luante futboll në obor, ëndërronte të bëhej mekanik, të rregullonte makina që njerëzit të shkonin larg, atje ku nuk kishte më kujtime lufte. Por brenda tij jetonte një djalë i vogël që priste të dëgjonte trokitjen e babës në derë. Në çdo burr me flokë të thinjura kërkonte një ngjashmëri, mënyrën si ecën. Si ndes cigaren, si qesh me gjysmë buzë, kur u ftua në atë emision televiziv, mendoi se do të fliste për jetën e tij, për punën, për ëndrat e reja. Moderatori ishte i buzëqeshur, dritat të forta, publiku duar trokiste. Por sapo biseda preku temën e fëmijërisë, diçka u thye. Një nga të ftuarit përmendi me lehtësi fjalën serb, sikur të ishte term historik i thatë. Për Labinotin nuk ishte fjalë libri, ishte fytyra e nënës së tij kur zgjohej natën duke bërtitur. Ai e ndjeu gjakun t'i ngjitej në kokë. Duart filluan t'i dridheshin. Ju akoma ua përmendni fëmijëve serbin si me qenë përrall, tha me zë të ulët në fillim. A ju vjen turp? Unë nuk e di as ku e ka baba varrin. 4 veta të familjes mi ka vra Serbi. 4. Studioja unë pak. Askush nuk po fliste. Moderatori tentoi ta qetësonte, por fjalët i mbetën në fyt. Labinoti u ngrit në këmbë. Karrigia bëri një zhurmë metalike që u duk më e fortë se çdo britm. Unë nuk mund të rri këtu e me u bas sikur këto janë veç tema diskutimi, tha. Për mua janë eshtra pa emër, janë net pa gjumë të nanës tem. Ai hoqi mikrofonin, e la mbi tavolinë dhe doli. Kamerat vazhdonin të xhironin shpinën e tij që largohej në korridorin e gjatë. Askush nuk e ndali. Ndoshta sepse askush nuk dinte çfarë t'i thoshte një njeriu që mban brenda vetes një varrezë të tërë, jashtë binte shijimën. Labinoti eci pa drejtim, derisa u gjend pranë lumit të qytetit. U ul në një stol dhe për herë të parë pas shumë vitesh qau hapur, si fëmijë. I dukej sikur po e tradhtonte babën duke u përpjekur të jetonte normalisht, sikur haresa të ishte faj. Ai kujtoi një ditë të largët kur nëna e kishte marrë për dorë dhe kishin shkuar në një zyrë të kryqit të kuq. Në mur ishin varur fotografi burrash të humbur. Nëna i kishte parë një nga një me sytë të skuqur, ndërsa ai luante me një makinë të vogël plastike. Mos u lodh, nan, i kishte thënë një grua aty pranë, shumë nuk gjenden kurrë. Ajo fjali i ishte ngulur në tru më fort se çdo mësim shkolle. Pas emisionit, rrjetet sociale u mbushën me komente. Disa e përkrahën, të tjerë e quajtën të tepruar, i thanë se duhet të shohë nga e ardhmja. Por kush mund t'i tregoj njeriut kur i mbyllet e kaluara? E ardhmja e Labinotit ishte ndërtuar mbi boshllëk, ditët që pasuan ai nuk doli nga shtëpia. Nëna e vëzhgonte në heshtje, sikur të kishte frikë se po e humbiste edhe djalin e fundit. Një mbrëmje ajo i solli një kuti të vjetër prej druri. Brenda ishin disa fotografi të babës, me kostum dasme, me shokët në ar, duke e mbajtur Labinotin foshnjë në krah. Mos e mbaj krejt këtë dhimbje vetëm, i tha. Baba yt nuk do të donte me të pa kështu. Ai i preku fotografit me kujdes. Si të ishin të gjalla. Për herë të parë mendoi se ndoshta detyra e tij nuk ishte të ruante zemërimin, por kujtimin e butë të atyre që ikën. Të fliste jo për hakmarrje, por për dinjitet. Pas disa javësh vendosi të kthehej në ekran, këtë herë me kushtet e veta. Në një intervistë tjetër tregoi historinë pa britma. Fol për fëmijët që rriten me plagë të trashëguara, për nevojën që shoqëria të mësojë të dëgjojë para se të gjykojë. Unë nuk urrej askën, tha në fund.
Urrejtja ma ka marrë babën, nuk dua t'i jap edhe shpirtin tim. Fjalët e tij prekën shumë njerëz. Disa familje të tjera të zhdukurve e kontaktuan, krijuan një grup për të kërkuar eshtrat. Për të mbledhur dëshmi. Labinoti u bë zëri i atyre që nuk kishin mikrofon. Ai ende nuk e di ku e ka varrin baba, por tashmë e di se nuk është vetëm. Ndonjëherë, kur kalon pranë fëmijëve që luajnë në park dhe dëgjon ndonjë prej tyre të përmend me shkujdes fjalë të rënda, ai ndalet dhe u flet qetë. U tregon se fjalët kanë peshë, se pas tyre fshihen jetë të tëra. Fëmijët e shohin me habi, por diçka mbetet tek ta. Historia e Labinotit nuk është vetëm e tij. Është e mira shtëpive ku karriget kanë mbetur bosh, ku fotografitë janë bërë altar të heshtur. Është kujtesa e një populli që përpiqet të ecë përpara pa i harruar të rënën. Dhe çdo herë që ai merr frym thellë e zgjedh të flasë me dinitet, jo me urrejtje, i duket sikur një gur i vogël vendoset mbi varrin imagjinar të babës, një gur që thotë, nuk të kam harruar, por po mësoj të jetoj. Dritat e primejit po digjnin më fort se zakonisht. Salla dukej si një skenë e madhe ku çdo frymëmarrje dëgjohej dy fish. Alba rrinte e ulur në cep të divanit, me këmbët e kryqëzuara dhe me atë buzëqeshjen gjysmë ironike që i dilte sa herë ndjente se kishte diçka për të thënë. Prej ditësh ajo mbante brenda një lëmsh fjalësh për Limin, atë që e quante herë dashuri, herë zhgënjim, herë idiotin tim. Moderatori e pyeti për raportet jashtë shtëpisë. Ishte pyetje e thjeshtë, por Alba e kapi si rast për të shpërthyer. Unë dua me përshëndet atë idiotin që e kam jashtë, tha ajo pa pritur, duke parë drejt kamerës kryesore. Dhe po i them, të dua shumë. Sado që më ke çmendur, sado që më ke bërë me fol me vete këtu brenda. Në sallë u dëgjua një zhurmë e lehtë. Disa banor qeshën, disa u shtangën. Fjala idiot tingëlloi ashpër, por në zërin e Albas kishte më shumë mall se sa fyrje. Ajo vazhdoi pa u ndalur. E di që po më sheh. E di që po mërzitesh, po edhe unë po mërzitem. Kjo shtëpi të hapur së gjalli. Pastaj ndryshoi ton. Në fytyrë ju shfaq ajo mimika luftarake që e karakterizonte, edhe për këtë që është këtu brenda, tha duke lënë të kuptojë për një banor tjetër, nëse duhet, e nxjerr kokë me këdo. Moderatori ndërhyri menjëherë duke kujtuar rregullat kundër gjuhës kërcënuese. Alba ngriti duart, jo dhunë reale, sqaroi ajo. Po flas për lojën, për nominime, për përballje të ndershme. Megjithatë fjalët e saj krijuan furtunë. Banorët filluan të pëshpërisnin. Disa menduan se po luante rol për vëmendje, të tjerë ndjenë se ishte një deklaratë e dalë nga zemra e trazuar. Në mendjen e Albas u kthyen të gjitha kujtimet me Limin, mesazhet e para, takimet para hyrjes në shtëpi, premtimet gjysmake. Ajo fliste dhe njëkohësisht e ndërtonte historinë për publikun. Unë këtu jam vetëm, vazhdoi. Dhe kur je vetëm kapesh pas kujtimeve. Ai jashtë mund të bëjë çfarë të dojë, por unë ndjenjën time nuk e shes. Eliona e shikonte me kurreshtje. Klodi me mosbesim, ndërsa Hygerta me një lloj keqardhjeje. Të gjithë e kuptonin se kjo nuk ishte thjesht strategji. Alba u ngrit në këmbë, si të donte t'i fliste drejt për drejt botës jashtë. Limi, nëse po më dëgjon, mos ma merr për dobësi. Këtu brenda njeriu flet budallallqe. Po dashnia nuk është budallallë. Fjala dashni i dridhej pak në buzë, ajo tregoi se si netve rrin të zgjuar, si fliste me fotografitë imagjinare, si i dukej se çdo këngë i kujtonte zërin e tij. Banorët dëgjonin në heshtje, për herë të parë pa ndërhyrë. Unë nuk jam Angel, pranoi ajo. Gaboj, nervozohem, them fjalë që s'duhen thënë. Po nuk di me aktru ndjenjat. Moderatori e pyeti nëse kishte frikë nga reagimi i tij jashtë. Frikë kam vetëm me humb veten, u përgjigj Alba. Jo një burr. Pastaj sërish u kthye te sfida e lojës, kushdo që mendon se më shtyn në cep, gabon. Nëse duhet përballje, e bëj ball për ball, me vota, me argumente, jo me intriga. Fjalët e saj nisën debat të ri në studio. Disa e panë si guxim, disa si teprim. Por askush nuk mbeti indiferent. Pas primejit në obor, Alba u ul vetëm. Kamerat e ndiqnin, por ajo dukej sikur fliste vetëm me hijen e saj. Çfarë bëra sonte? Murmuriti. A e te prova? Në mendje i vinte fytyra e Limit, si do ta merrte ai përshëndetjen, a do qeshte? A do zemërohej? Ajo e dinte se fjala idiot mund të dukej e rënë, por për të ishte përkëdheli e shtrembër, gjuhë e tyre e vjetër, banorët e tjerë filluan ta komentonin skenën.
Disa thanë se Alba po luante kartën e dashurisë për publik, të tjerë se ishte thjesht një vajzë e përzierë në emocione. Klodi ju afrua, e ke zemrën plot, prandaj flet kështu. E kam kokën lëmsh, ju përgjigj ajo. Këtu brenda gjithçka zmadhohet. Mbrëmja vazhdoi me biseda të gjata për kufirin me sinqeritetit dhe spektaklit. Alba herë qeshte, herë heshte. Por një gjë ishte e qartë, përshëndetja e saj për limin u bë momenti më i komentuar i natës. Ajo e mbylli ditën duke parë drejt kamerës së oborrit. Çfarëdo që të ndodh, unë jam kjo që jam, tha me zë të ulët. Dhe përshëndetja ime ishte e vërtetë. Shtëpia u qetësua, por jehona e fjalëve të saj mbeti pezull. Në Big Brother çdo deklaratë kthehet në histori, dhe historia e Albas me limin sapo kishte marrë kapitull të ri, mes dashurisë, inatit dhe lojës që nuk fal askënd. Dritat e primejit binin drejt e mbi fytyrat e banorëve. Studioja gumëzhinte nga zërat e publikut, por në mes të asaj zhurme dukej qartë tensioni mes Albas dhe Labit. Tema e mbrëmjes kishte nisur me dhuratat, me historitë jashtë shtëpisë, me raportin e Albas me limin, por papritur biseda mori një drejtim krejt tjetër. Labi e kërkoi fjalën me qetësi, si njëri që kishte vendosur të fliste pa e ngritur zërin. A jeti zot me pa çka është dashnia? Iu drejtua ai Albas. Askush këtu nuk ka ardhur me mat ndjenjat e tjetrit. Alba e pa me habi. Unë nuk po mat askën, tha. Po tregoj të vërtetën time. E vërteta jote nuk është ligj për të tjerët, ja ktheu Labi. Ti nuk ke ardhur këtu me tregu sa dhurata të ka bërë limi, as me na mbajt ligjërata për dashnin. Në sallë u dëgjua një reagim i lehtë. Disa banor tundën kokën në shenjë miratimi, disa të tjerë mbetën të heshtur. Alba u përpoq të ndërhynte, por Labi vazhdoi, më i vendosur. Unë kam frikë vetëm Zotin, tha ai. As kamerat, as opinioni, as fjalët e njerëzve nuk më lëvizin prej asaj që jam. Këto fjalë e ndryshuan krejt atmosferën. Nuk ishte më debat loje, por diçka më personale, më e thellë. Mua jashtë më pret një grua e mrekullueshme, shtoi ai. Dhe çdo fjalë që e them këtu e mendoj edhe përballë saj. Alba e ndjeu peshën e asaj fjalie. Ajo nuk donte të dukej sikur po sulmonte familjet e askujt. Unë s'kam folur për gruan tënde, tha me ton më të butë, po kur përmend ndershmërinë, kur përmend dashnin, duhet me pas kujdes, ja ktheu Labi. Se jo të gjithë jemi këtu për të njëjtën arsye. Ai u kthye pak nga banorët e tjerë, unë Likun e kam mik. E njoh prej vitesh. Ka hanger bukë në shtëpinë time, kemi nda sofrën bashkë. Për respekt të asaj misie nuk lejoj me u përbalt emri i tij. Kjo fjali solli një heshtje të re. Alba e kuptoi se po prekte një territor delikat, unë nuk po e përbalt askënd, tha ajo. Po flas për ndjenjat e mia, ndjenjat janë të shenjta, tha Labi. Por nuk bëhen spektakël për me fitu pikë. Moderatori tentoi ta qetësonte situatën, por debati kishte marrë formë më të gjerë se thjesht një përplasje mes dy banorëve. Ishte përballje parimesh, Labi filloi të tregoj për jetën e tij jashtë, për sakrificat, për mënyrën si ishte rritur. Unë jam rrit me një fjalë, nder. Çka them e mbaj. Çka premtoj e bëj. Dhe nuk lejoj me u përdor emri i dashnisë për lojë. Alba dëgjonte në heshtje. Brenda saj po përziheshin inati dhe respekti. Ajo nuk e kishte parë kur Labin kaq të prerë, po edhe unë kam nder, ju përgjigj. Nuk jam vajzë pa dinjitet. Nuk thash që je, tha ai më qetë. Por mënyra si po i paraqet gjërat lëndon njerëz jashtë kësaj shtëpie. Debati vazhdoi gjallë. U përmendën tradita, respekti për familjen, kufiri me sinqeritetit dhe egzagerimin. Disa banor ndërhyn për të mbështetur Labin, disa për të mbrojtur Albën, por fjalia që mbeti në ajër ishte ajo e tij, unë kam frikë vetëm Zotin. Ajo fjali e zhvendosi diskutimin nga lojat e morali. Alba e kuptoi se nuk kishte përballë thjesht një konkurrent, por një botkuptim krejt tjetër. Unë s'kam ardhur me shkatëru askën, tha ajo në fund. Ndoshta kam folur më shumë se ç'duhet. Labi pohoi lehtë me kokë, të gjithë gabojmë. Por fjala e rëndë nuk kthehet mbrapsht. Mbrëmja u mbyll me një lloj paqeje të brisht. Publiku duar trokiti. Por tensioni mbeti pezull mes tyre. Pas primejit në obor, Labi u ul vetëm për disa minuta. Mendonte për gruan që e priste jashtë, për miqt, për Likun me të cilin kishte ndarë bukën.
Ai nuk e shite veten si lojtar, por si njëri që duhet të ruante fytyrën. Alba nga ana tjetër filloi të reflektonte. Ndoshta vërtet kishte folur nga emocioni, ndoshta kamera e kishte shtyrë të egzageronte. Në atë shtëpi çdo fjalë merrte peshë tjetër. Dhe ajo mbrëmje u kujtoi të gjithëve se përtej lojës ekziston jeta reale, njerëzit real dhe Zoti që secili e mbante në ndërgjegje. Dritat e primejit binin drejt e mbi fytyrat e banorëve. Studioja gumëzhinte nga zërat e publikut, por në mes të asaj zhurme dukej qartë tensioni mes Albas dhe Labit. Tema e mbrëmjes kishte nisur me dhuratat, me historitë jashtë shtëpisë, me raportin e Albas me Limin, por papritur biseda mori një drejtim krejt tjetër. Labi e kërkoi fjalën me qetësi, si njëri që kishte vendosur të fliste pa e ngritur zërin. A jeti Zot me pa çka është dashnia? Iu drejtua ai Albas. Askush këtu nuk ka ardhur me mat ndjenjat e tjetrit. Alba e pa me habi. Unë nuk po mat askën, tha. Po tregoj të vërtetën time. E vërteta jote nuk është ligj për të tjerët, ja ktheu Labi. Ti nuk ke ardhur këtu me tregu sa dhurata të ka bërë Limi, as me na mbajt ligjërata për dashnin. Në sallë u dëgjua një reagim i lehtë. Disa banor tundën kokën në shenjë miratimi, disa të tjerë mbetën të heshtur. Alba u përpoq të ndërhynte, por Labi vazhdoi, më i vendosur. Unë kam frikë vetëm Zotin, tha ai. As kamerat, as opinioni, as fjalët e njerëzve nuk më lëvizin prej asaj që jam. Këto fjalë ndryshuan krejt atmosferën. Nuk ishte më debat loje, por diçka më personale, më e thellë. Mua jashtë më pret një grua e mrekullueshme, shtoi ai. Dhe çdo fjalë që e them këtu e mendoj edhe përballë saj. Alba e ndjeu peshën e asaj fjalie. Ajo nuk donte të dukej sikur po sulmonte familjet e askujt. Unë s'kam folur për gruan tënde, tha me ton më të butë, po kur përmend ndershmërinë, kur përmend dashnin, duhet me pas kujdes, ja ktheu Labi. Se jo të gjithë jemi këtu për të njëjtën arsye. Ai u kthye pak nga banorët e tjerë. Unë Likun e kam mik. E njoh prej vitesh. Ka hanger bukë në shtëpinë time, kemi nda sofrën bashkë. Për respekt të asaj misie nuk lejoj me u përbalt emri i tij. Kjo fjali solli një heshtje të re. Alba e kuptoi se po prekte një territor delikat. Unë nuk po e përbalt askën, tha ajo. Po flas për ndjenjat e mia, ndjenjat janë të shenjta, tha Labi. Por nuk bëhen spektakël për me fitu pikë. Moderatori tentoi ta qetësonte situatën, por debati kishte marrë formë më të gjerë se thjesht një përplasje mes dy banorëve. Ishte përballje parimesh. Labi filloi të tregoj për jetën e tij jashtë, për sakrificat, për mënyrën si ishte rritur. Unë jam rrit me një fjalë, nder. Çka them e mbaj. Çka premtoj e bëj. Dhe nuk lejoj me u përdor emri i dashnisë për lojë. Alba dëgjonte në heshtje. Brenda saj po përziheshin inati dhe respekti. Ajo nuk e kishte parë kur Labin kaq të prerë, po edhe unë kam nder, ju përgjigj. Nuk jam vajzë pa dinjitet. Nuk thash që je, tha ai më qetë. Por mënyra si po i paraqet gjërat lëndon njerëz jashtë kësaj shtëpie. Debati vazhdoi gjallë. U përmendën tradita, respekti për familjen, kufiri me sinqeritetit dhe egzagerimin. Disa banor ndërhyn për të mbështetur Labin, disa për të mbrojtur Albën, por fjalia që mbeti në ajër ishte ajo e tij, unë kam frikë vetëm Zotin. Ajo fjali e zhvendosi diskutimin nga lojat e morali. Alba e kuptoi se nuk kishte përballë thjesht një konkurrent, por një botkuptim krejt tjetër. Unë s'kam ardhur me shkatëru askën, tha ajo në fund. Ndoshta kam folur më shumë se ç'duhet. Labi pohoi lehtë me kokë, të gjithë gabojmë. Por fjala e rëndë nuk kthehet mbrapsht. Mbrëmja u mbyll me një lloj paqeje të brisht. Publiku duar trokiti. Por tensioni mbeti pezull mes tyre. Pas primejit në obor, Labi u ul vetëm për disa minuta. Mendonte për gruan që e priste jashtë, për miqt, për Likun me të cilin kishte ndarë bukën. Ai nuk e shite veten si lojtar, por si njëri që duhet të ruante fytyrën. Alba nga ana tjetër filloi të reflektonte. Ndoshta vërtet kishte folur nga emocioni, ndoshta kamera e kishte shtyrë të egzageronte. Në atë shtëpi çdo fjalë merrte peshë tjetër. Dhe ajo mbrëmje u kujtoi të gjithëve se përtej lojës ekziston jeta reale, njerëzit real dhe Zoti që secili e mbante në ndërgjegje.